Hajde të tregoj diçka, hajde të tregoj diçka. Hajde të tregoj diçka. Hajde të tregoj diçka. Pavarësisht se i paguaj apo si paguaj unë online. Shiko. Po thuaj. Kjo është zyra Po, e ujë. e Ajo ujë, më kupton? tutje Ky është, ai është e korrent, Po. sa e madhe, shiko. Po. Nga këtu deri atje në fund. Në një kohë Dakor, që dhe Vodafone nuk i ka kaq të mira. Jo, qartë. Dakor? Qartë. Në një kohë që për të paguar këto faturën. lek mund t'i hidheshin në Po, vend tjetër. absolutisht, po pse do t'i harxojmë? Jam shumë dakord. E di sa të punësuar ka tek E di. Patrimon. Është të fryrë kaq Është e shumë fryrë sa nuk e ke iden. të mirë dhe mua një Te dy UKT, qirak atje. te UKT-ja Po. ka aq shumë të punësuar Po. sa thua ka 1300 punësuar pothuajse. Thua ti sikur ta sillin me shishe në shtëpi. Të dashur miq, unë besoj që administrata është e fryrë dhe paratë e qytetarëve po shpërdoren. Nga 8.2 miliard që shpenzon shteti shqiptar, ne mund të kursejmë të paktën 1 miliard dhe t'u kthejmë qytetarëve përmes uljes së taksave. Dje isha te RTS-ja dhe ju tregova se si nga 30 milion euro mund të kursejmë të paktën 25 milion euro. Sigurisht pa e dëmtuar dhe ulur audiencën prej 0% të RTS-s. Imagjinoni, më sulmuan gjithandej se dua thjesht të kursej paratë e qytetarëve duke luftuar shpërdorimin. Këtu jemi përballë UKT-s, shikojeni, e cila i kushton qytetarëve shqiptar plot 40 milion euro në vit për një shërbim që të gjithë e dim që është skandaloz. UKT Tiranë ka 1300 të punësuar, ndërsa Vodafone ka gjithsej vetëm 700. Të gjitha bizneset shkojnë drejt mbylljes së pikave fizike dhe drejt online-it, ndërkohë UKT-ja krijon pika të reja të shërbimit të klientit dhe të pikave të arkave ku qytetarët duhet të paguajnë faturat e tyre. Kjo që kemi këtu pas kushton minimalisht 100.000 euro në vit. Imagjinoni UKT-ja vitet e fundit ka hapur rreth 20 të tilla. Tani unë vazhdoj t'u tregoj dhe do vazhdoj t'u tregoj se si mund t'i kthejmë shqiptarëve 1 miliard euro. Nuk e di se çfarë do shpikin këtë radhë mbështetësit e status quo-s, mbase do thonë që sheha i pasi mbylli RTS-n, do të mbylli dhe ujësjellsin. Dhe sheha i dashka sipas tyre t'i lë qytetarët pa ujë. Ju ftoj të më ndiqni. Ndiqni dhe mbështetësit e status quo-s, sepse është shumë domethënëse. Faleminderit.